Assalamu alaikum. Një ngjarje e cila ka ndodhur tek Beni Israilit. Dy burra ishin njerëz që njerëzit i mbanin si burra të mirë. Një ditë kalon pranë tyre një vajzë e cila u tërheq vëmendjen. Dhe të dy fshihen pas një peme për ta parë. Ndërkohë, të dy shikuan njëri tjetrin dhe menduan një hile që ta fusnin këtë vajzë në kurth. Kur u afrua i thanë: "Ti e di pozitën që ne kemi tek Beni Israilit. Nëse ti nuk na bindesh, do u themi njerëzve që me këtë gjetëm një burr i cili na shpëtoi. Por kjo nuk na iku dot." Tha: "Unë nuk ju bindem në kundërshtim me krijuesin." E morën, than: "E gjetëm me një burr i cili na shpëtoi." Ndërkohë, një pejgamber prej pejgamberëve të Beni Israilve po vinte. I vendosën një karike dhe ul. Tha: "Të gjykoj mes jush?" Than: "Po." "Gjyko mes nesh." I ndau të dy. Pra të dy këta burrat dhe i tha njërit, tha: "Pas cilës pemë e pe atë?" Tha: "Tek kjo pemë." I tha tjetrit: "Pas cilës pemë e pe?" I tha: "Tek kjo pemë." Një pemë tjetër, jo pema që pa shoku i tij. Zbriti një zjarr prej qielli, i cili i dogji të dy ndërsa vajza shpëtoi. Kush i friksohet Allahut, Allahu bën për të rrugdalje. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush i friksohet Allahut, i ruan pra dispozitat e Zotit, Allahu bën për të rrugdalje. Mos ju bind krijesës në kundërshtim me krijuesin, sado pushtet ketë krijesa. Dije që Allahu i lartësuar ka për të bërë rrugdalje, ka për të dhënë triumf. E rëndësishme ti përmbahesh urdhrave të Zotit gjithësisë, ti qëndrosh rrugës së drejtë, dhe një ditë e vërteta do të dalë në shesh, dhe ke për të dalë fitimtar.